tash dikush njerë, a paguhet mirë? Po, po. Paguhet mirë edhe jo mirë. Jo mirë. Edhe mirë edhe jo mirë. Po, për standardet tona që i kena këtu, mirë është. Dikush njerë që tash ta paguhet për apësisht? 800, 1000, 600, 500 varet ku qysh tek. Jë martu në moshën 18 vjeqare, 19 vjeqare kom pas djalin. Jo. Kom gabu që si martu edhe ma i ri. Kom gabu se si martu edhe ma i ri. Jom kuzhinjer. Kuzhinjer? Po. Që sa vite bëve të punë? Ba, shumë ka herë. Ka herë? Shumë. Për shembull, sa? Po i ka një 15 vite. 15 vite. A dhe sa është punë e lodhshme? Është e lodhshme, po është shpërblyese. Është shpërblyese. Po, kur e sheh që është i kënaqur me kvalitetin, me asishne është punë e kënaqshme. Është e lodhshme, po. A të ka shpërbly ty? Po. Mu ka shpërbly. Më intereson që tash dikush njerë, a paguhet mirë? Po. Paguhet mirë edhe jo mirë. Jo mirë. Edhe mirë edhe jo mirë. Po, për standardet tona që i kena këtu, mirë është. Dikush njerë që tash ta paguhet për apësisht? 800, 1000, 600, 500 varet ku qysh tek. Ti për shembull, ka një mish jashtë rrugës? Ashtu është. Ai familjar, ai Po. Që sa vite? Familjar. Djalin e madh kam 26 vjeçar. Mashallah, e pas të rim. Po, si dosta. Ku e martu? Jë martu në moshën 18 vjeqare, 19 vjeqare kom pas djalin. Sa i ri ko ke martu? Faleminderit. A më tërgojnë që shosh që të mosh i ri me martu? Për para kon shumë mirë. Për tani ka ndryshu sendet. Ka ndryshu. Rrjetet sociale, sendet tjera, tani peshin edhe vetë. Një mu ju martu, në dytin mu ju nda, në tretin mu ja për të bashkun. Kështu që për pare na kon edhe ma besnik, edhe kena pas dashnini me njëri tjetrit. Po, ec me kohën. Ec me kohën. Apo eci me kohën? Besoj që po. Koha është e njëjtë, po ndryshimet e njerëzve. Dëshimin më të madh në jetë që e ke pas, cili ka qenë për ty? Dështimin nuk kom pas në jetë. Ndryshimin? Ndryshim. Po. Kur kam marrë për Gjermanisë. Mbas lufte, kur kam marrë për Gjermanisë, e kom pas një ndryshim shumë të madh. Edhe që e ka qenë ndryshimi jam, mas shumë ti që e kom desht, edhe që e mbaj men, ndryshimin tem të jetës. Sa qëndrove në Gjermani? Në Gjermani kom qëndru diku 2 vjetë, edhe e kom lënë Gjermanin, kom lënë krejt edhe kom thy këto, për me punu, për me jetu. Tamani paske jetën e paske mu moshën e reje, tamani ki kap sendet shpejt. Besoj që po. Se sendet kur një jetë nuk sosën, sendet gjdo dit mundesh mi ndreq, gjdo dit mundesh mi priq, vetë vetjeve kryan sendet, vetë vetjeve i prish sendet. A dhe konë, që këtë moshën të ndëqore, a i kira përshpon që martu ka shiri? Jo. Kom gabu që si martu edhe ma i ri. Kom gabu që si martu edhe ma i ri. Pse largosh nga shoqënia, ecë rrugës familjare, edhe mendon për familje, mendon për shtëpi, nuk mendon për sende tjera. Është mendimi jam dhe sonë 3 rolet e jetës, se kam rolin e rrugës, punës edhe shtëpisë, familjes. Kur jam familje, e kam rolin e familjes qysh. Bisedojmë, folim, kur dalim në rrugë, shok, shahemi, bisedojmë. Edhe roli i punës është me kolegë, me punu, me kryo rolin e punës, më konë të kënaqur edhe ata, edhe ti, bashkë. Po pëlqen që ky lifestyle i jetës tënde? Ndoshta është pak për dikondin, po për mua është shumë i mirë. Për mua është shumë i mirë edhe gjithmonë kom vazhdu, edhe gjithmonë kom e vazhdu deri sa e shoh veten që s'muj mo. Kur s'muj, po s'muj. A dhe konë cilat synime e ki për jetë? Synimi jam është me kriju prapse pra familjen, me pa përmi ndynje e para, e dyta, me ndihmu fukarave, sot muj, e treta, s'po di që me thonë, e treta është mi pa tonë mirë, mi pa barabartë. Jo dikush ma shumë, jo dikush ma pak, po gjithmonë me pas një jetë barabartë. Djali jam ka me hongër, po djali jëtë nuk ka, kështu që pse edhe djali jëtë mos me pas, gjeri sa jam i ka.
Pëlqen, duke shumë person pozitiv, edhe person pozitiv shumë, edhe kogja që pja do të mirën edhe tjerëve, jo si disa që i kanë harru dhe me thonë vetëm vetjen. Kem nevojë për kësi njerëz. Besoj që po, edhe ka im shku ka kom taku njerëz të mirë, njerëz humana, njerëz punëtor, kështu që inshallah gjithmonë hecin përpara, edhe shohim veten aty ku e kena qatë synimin tonë. Mendoj. Për në fund, mesazh jetës, dini jetën sot e keni. Dini jetën sa një tri, dhe vazhdone ta keni një dashni me familje, apo me dashura, si që ato është krijesa e juve dhe me që ato do ta keni jetën, deri në fund, se familja është primarja krejt jetës tonë.